Sa herë ju ka qelluar që të ecni rrugës, të nigjoni të shara të rënda fare, të ktheni kokën, se jeni çuditur nga timbri i zërit, që është dukur një adoleshent apo adoleshente, dhe keni parë që ajo sharje me fjalë të rënda vjen nga një adoleshent apo adoleshente. Ky është bërë një trend i përgjithshëm në Shqipëri. Por pse ndodh kjo? A kanë sociologët një qëndrim për këtë? Me siguri që po. Ka disa shkaqe që ndodhin fenomene të tilla sociale. Dhe nuk janë të rralla. Janë shqetësuese, edhe pse prindrit thonë që ky është brez tjetër. Për këtë do flasim sot me editarin tim në YouTube pas siglës. E shumë për jush do thonë, që të keqe ka? Ne jemi mësuar në për filma, a? Fuck you, motherfucker! Ma va fanculo, testa di cazzo, dhe në Itali. Por Shqipëri na duket pak ndryshe. Na duket ndryshe sepse jemi mësuar, sidomos pas një farë brezi, le të themi ata që janë 30 e sipër, nuk e kanë menduar kur se do të vi një brez që në moshën 12, 13, 14, 15 vjeçare, ndoshta deri në moshën kur quhen maxorent 18 vjeçar, do të shprehim në një lloj fjalori që as nuk e di, as kamionistët më të rëndom me gjithë respektin për kategorinë e kamionistëve, apo dhe njerëzit që kanë kaluar dënime shumë të rënda nëpër burgje. Jo. Janë njerëz, janë adoleshentë, të cilët janë rritur mirë. Nuk është e thënë që vinë nga shtresa sociale, që kanë probleme ekonomike, kanë patur dhunë në familje, apo diçka tjetër. Janë dhe adoleshentë të rritur shumë mirë, në familje prestigjioze, në familje edhe intelektuale, me intelektual të dyja prindrit dhe nëna dhe babai, por që sapo zbresin në rrugë, përzihen me turmën dhe flasin me një fjalor që të vjen të skuqesh. Sharjet janë gati kriminale. Por kur fillojnë adoleshentët shqiptar të përdorin fjalë të pista, a ka një moshë të caktuar? Kjo është një pyetje shumë interesante që shqetëson prindrit, por dhe mësuesit. Në përgjithësi, adoleshentët shqiptar fillojnë të përdorin fjalë të pista, sipas sociologëve, zakonisht nga mosha 11 deri në 14 vjeç, pra në fazën e hershme të pubertetit. Kjo përkon me disa ndryshime shumë të rëndësishme hormonale, por ka të bëjë ndonjëherë edhe me edukimin. Ka nevojë edhe për të rinjt, të cilët janë në fazën e para-adoleshencës, ose kanë hyrë në adoleshencë, ose janë adoleshencë të parakoshme, dhe kanë një nevojë të ndjehen të rinj, të ndjehen të rritur, të ndjehen vëmendjen e atyre që rrethohen, të ndjehen të fortë. Nevoja për të dukur të rritur është në vendin e parë nëse do të kishte një hit parade për arsyen pse adoleshentët shqiptar përdorin fjalë të pista. Në këtë moshë shumë të rinj përpiqen që të tregojnë me pavarësi, forcë apo pjekuri. Përdorimi i fjalëve të pista shpeshherë shihet si mënyrë për të fituar terren, për të fituar status mes bashkëmoshatarëve të tyre. Si një shenjë guximi, apo pse jo edhe rebelimi, sepse dihet që ndonjëherë njerëzit rebel apo guximtar zënë më shumë vend në mes të shoqërisë se sa një djalë apo një vajzë adoleshente të urtë dhe të qetë. Së fundmi, fajin po ja hedhin shumë familja dhe mësuesit ndikimit të rrjeteve sociale dhe muzikës. Platforma TikTok apo YouTube, apo me tekstet me këngë, me tekstet dhe këngët me tekstet të rënda, kanë ndikuar shumë në normalizimin e gjuhës së ashpër. Fjalët e pista bëhen në mënyrë të shprehuri, bëhen trend tek të rinj, dhe nëse nuk i përdor ato, nuk je cool apo nuk je trendi. Një tjetër pikë për të ndalur sipas sociologëve është presioni i grupit. Adoleshentët shpesh imitojnë njëri tjetrin. Në një grup ku gjuha e pistës përdoret shpesh, të rinjtë e tjerë e marrin si një gjë normale, madje ndjehen të detyruar të bëjnë të njëjtën gjë për të mos dalë nga rrethi shoqëror. Një tjetër pikë është mungesa e filtrit në komunikim. Në moshë të vogël, fjalët e pista përdoren për të shprehur inat, nervozizëm, ndonjëherë edhe me humor. Por adoleshentët shpesh nuk e kuptojnë peshën sociale apo emocionale të tyre dhe e përdorin më shumë për qëllim fyes se sa e përdorin për një qëllim tjetër. Thjesht duan të ngacmojnë tjetrin, të tërheqin vëmendje dhe për t'i rënë shkurt komunikimit. Për të refuzuar tjetrin, shpeshherë adoleshentët përdorin një fjalë të pistë duke sharë nënën apo familjen e shokut apo moshatarit të tyre. Po familja luan rol.
Sigurisht që familja luan një rol shumë të rëndësishëm. Roli i familjes dhe fëmijët që rriten në mjedise ku dëgjojnë shpeshherë nga prindrit, nga dajallarët, rriturit, xhaxhallarët, tezet, hallat, dëgjojnë sharje apo komunikim agresiv, i përvetësojnë shumë herë këto fjalë, ndërsa ata që rriten në familje ku gjuha e kujdesshme promovohet, zakonisht i shmangen fjalorit të pisë dhe i shmangen më gjatë. Në përmbledhje, fillimi i përdorimit të fjalëve të pista ndodh nga mosha 11 deri në 14 vjeç. Por ky zakon dhe mënyra si përdoren varen shumë nga familja në vendin e parë, shkolla në vendin e dytë dhe shoqëria në vendin e tretë. Por këtu duhet shtuar edhe roli i mediave tradicionale, televizioni apo radio, por edhe mediave moderne që janë rrjetet sociale. Po kur adoleshentët flasin fjalë të pista, duhen ndalur, a ka një shpresë, a duhen korrigjuar? Në shumicën e rasteve, nuk është shenjë që është i pa edukat apo e qëllimshme, por një eksperimentim i të rinjve për të shprehur me zhargon të pisat, sepse ky afrohet, siç tham, nga mediat, nga filmat, nga këngët me zhargon apo nga rrjetet sociale. Ata duhen të një reagim fëmijët, sepse shpeshherë njihet fakti që adoleshentët janë në kategoria ku prindërit merren shumë pak, ndoshta nga mungesa e kohës, ndoshta edhe nga mosgjetja e gjuhës së komunikimit, por fëmijët në këtë mënyrë, po i quajmë fëmijë adoleshentët, tërheqin vëmendjen duke përdorur një fjalor të vrazhd, një fjalor të pist, një fjalor të papërshtatshëm dhe ofendues për të thënë që ne jemi këtu. A duhet ndalur? Po, por me kujdes. Ndalimi nuk duhet të bëhet me bërtitje, me poshtërim, me ndërshkim publik, sepse kjo mund të sjellë efekte të kundërta. Adoleshenti do të përdor edhe më shumë fjalët e pista nga inati, ose pse jo, për të dukur i pavarur. Por si të korrigjohet kjo në mënyrë efektive? Në fillim sugjerohet që prindrit ose të gjithë ata të cilët punojnë me adoleshentët të ruajnë qetësi. Nëse një prind apo mësues shpërthen me zemrim, fëmia mëson që fjala e pist ka një fuqi, pra ja arrita qëllimit, dhe herën tjetër reagimi do të jetë më i fortë. Pra unë përdor fjalë të pistët, unë kam magji në dorë. Këshilla tjetër është fol haptas me të rinjt dhe pa moralizime. Shpjego disa fjalë që janë fyese, shpjegoj që të tjerët ofendohen, dhe pse të rinjt duhet ta dinë adoleshentët që nuk përdoren në çdo rrethan. Adoleshentët e kuptojnë më mirë një mësim në mënyrë të qetë sesa në mënyrë të dhunshme apo të vrazhd. Është edhe një pikë tjetër, vendos kufinë të qartë. Për shembull, prindri apo të rriturit që kanë fëmijë apo nipër dhe mbesa, mund të thënë prerë, nuk dua të dëgjoj këtë lloj gjuhë në shtëpi. Ose mësuesit, nuk dua ta dëgjoj këtë fjalor në shkollë apo në orën e mësimit. Por duhet një kujdes. Kufinë funksionojnë vetëm kur janë të qëndrueshëm, të përhershëm, sistematik dhe asnjëherë me dhunë. Kemi edhe një pikë të katërt. Ipi të rinjve, adoleshentëve dituri, ipi mënyra të tjera për të shprehur revoltën apo ndjenjat, ipi alternativa apo sinonime të fjalëve të pista. Në qoftë se ato kanë një sharje në gojë për familjen, ka një sharje bëfsha këtë bëfsha atë, ipi gjëra edhe ndoshta edhe me humor që të përdorin në vend të sharjeve sinonime për treguar nervozizmin e tyre apo për të shprehur në mënyra me shprehje frazologjike, si për të zbutur situatat. Prandaj kalojmë në pikën e 5 që duhet edhe shembulli personal. Nëse prindri ose mësuesi vetë përdor fjalë të ashpra, çdo këshill bie poshtë. Adoleshentët janë shumë të vëmendshëm për të perceptuar se çfarë po i thot prindri apo mësuesi. Çdo perceptim që del apo çdo shprehje nga goja e prindit dhe mësuesit regjistrohet dhe duhet shumë punë për t'u zhdukur. Dhe pika 6 është për të vlerësuar ndryshimin. Nëse u shikoni se fëmijët tuaj apo të afërmit tuaj që janë në moshën e adoleshencës, që flasin me fjalë të pista, apo kanë filluar ndryshimin pozitiv të eliminojnë ato, duhet që menjëherë ju t'ja bëni të qartë dhe t'ja vlerësoni ndryshimet atyre, duke i thënë, bravo, kam vënë re që ke ndryshuar mënyrën e sjelljes dhe më pëlqeu shumë për shembull se si reagove sot. Për të shkuar në një përfundim që fjalët e pista në fakt nuk janë fundi i botës, janë një sinjal i zhvillimit social dhe testimit të kufive midis adoleshentëve që duan të fitojnë terren dhe prindërve të tyre që apo mësuesve apo shoqërisë së rritur që nuk duan t'ia lëshojnë këtë terren. Por sidoqoftë, familja bën dallimin midis një zakoni nëse do të jetë kalimtar apo një sjellje
që do të bëhet pjesë e identitetit. Kështu që duhet të shqetësoheni kur të rinjt flasin me fjalë të pista, por duhet gjetur mënyra dhe komunikimi për t'i thënë atyre stop. Ka dhe mënyra të tjera për të komunikuar. E ke nga nervozizmi, e ke që do të fitosh terren, e ke që të bësh revolucion dhe i revoltuar me shkollën apo një gjë e moshës, por nga ana tjetër ka gjithmonë një zgjidhje duke dhënë prindrit, mësuesit dhe të rriturit shembull e tyre kryesor dhe kujdes nga rrjetet sociale.